Jemi tek ferma e Tomasit. Handler. Ai ka sa gjenerata? 4 gjenerata. 4 gjenerata. Gjenerata e 4 që ka këtë fermë. Për momentin ka 100 krerë, 100 lop. Të gjitha këto janë çmimet që ka marrë apo? Po, edhe evidencat e zhvillimit të fermës është shumë interesante. Të paktën për fermat shqiptare, po të shikojmë që në 1981 ka pasur mesatare 4500 litra. Këto janë gjitha vitet, 4500 litra mesatarisht për krerë në vit. Në vit. Ndërkohë një që kokë në vit kishte prodhonte 4500 litra. Dhe është relativisht shumë i ulët, tregon që edhe këta nuk kanë qenë ndryshe nga Shqipëria Shumë e në bukur. 81-shin. Pastaj ku Ndërkohë, po të kalojmë, Viti fundit që e ka? po të kalojmë nofta edhe për të parë Schaumann. Schaumani, po. Është produksi. Sepse nga Austria vjen në Tiranë, nga Austria vërtet nga Premix Austria. është Interesant. furitori kryesor Çfarë hanë lopët i e tij vetëm. janë dhe lopët e fermave tona. Eksakt. Dhe po të shikojmë, në 2025-ën, evidenca është tregon që ka një mesatare 10.500. Pra nga 4.500 në 10.500 mesatare për gjithë tufën, që është një rendiment E ti sa më bë absolutisht. përshtypjen që tjetër ka ndryshuar edhe brenda një viti, aty Po, i ka ndryshuar me patjetër. 1000. Po. Po çka ka bërë ai për lopët? Was haben Thomas, Sie çka ka bërë gemacht? për lopët që ndryshuan brenda një viti, Das 1000 in më shumë? einem Jahr so einen Wachs... Ein besseres Grundfutter und Mückenroboter. Okej. Dy element kanë qenë. E para kam përmirësuar cilësinë e prodhimit të ushqimit, veçanërisht ushqimit që prodhoj vetë në fermë, dhe futja e robotëve në mjelje. Kjo ka ndihmuar. Edhe kjo ka ndihmuar në... Mund të shikojmë pak robotët e Können wir die mjelit? Roboter anschauen und das melken? Ja, aber da gebe ich euch Schuhe. Po do jap këpuc. Gjizme. Çfarë ndodh këtu? Këtu i gjithë procesi fillon me larjen, automatikisht lopa shkon vetë, roboti i bën një larjen, pra garanton higjienën e mjeljes, Pra roboti bën edhe pastrimin? gjithçka, pastrimin dhe mjeljen, dhe mbasi ka pastruar, i futen ato gotat që themi në gjithë dhe fillon mjel. procesi mjeljes. Dhe këta ai e ka bërë këtë vit. Kjo ndryshoi pra. Das ist eine Investition von diesem Jahr. Nein, 2023. Jo, në 23-shin. Po natyrisht periudha sa për... Si e ka bërë dikur përpara mjelit? Und vorher war mit einem Melkstand. Milchstand. Me stacion, që është në Shqipëri, që kanë to. Që ky është pastrimi, ë? Po, Pastrimi i gjirit? masazhi. Veteve, Vetë. Vi lernen sie die Kühe näher. Mit viel Geduld. Genau. Me shumë durim. Me durim, me Pa. mësoj, u desh një vit të mësonte. Das dauert ca. 4 bis 5, 6, 7 Tage. Ka nevojë për një 5-6 ditë derisa ato adaptohen. Mësoj. Kur shumë shirani? Tani, si është i gjithë, shkon këtu dhe nga këtu shkon direkt në tang, nuk ka kontakt me njeriun. Shifet edhe këti? Fare. Këtu shkon, vjen ajo tani, vetë. Dhe pastaj mbasi kalon një lop, ajo bën larjen, Pastrimin, disinfektimin, në mënyrë që një smundje e gjirit. Kujdes. Bën larjen. Po bën larjen. Larjen e implantit, Po se bën larjen ndryshe që të mos kaloj nga një lop te për tjetra. mastitet, po. Po. Tani, gjithçka është kontakti i vetëm është ai atje dhe kalon në automat dhe pastaj kalon në O bukurose, o bukurose. më e mira vjet ka qenë me 14.500. 14.500 Ja, si ikin vend direkt atje. Po, vend vet. 14.500 litra është fabrik. Fabrik tamam. Domethënë, nga një lop në vit ai ka marrë 14.500. 14.500. Do thotë është Pra, një prej arsyeve është kjo lloj mjelje. mirëqenia e kafshëve që do të thotë për këtë është shumë e rëndësishme kujdesja, komforti i tyre. I tyre. Shtrati me kafshë natyrale, me vend të bollshëm. Pra, vendi bollshëm, fakti që dalin jashtë, fakti që mile në këtë mënyrë, është kjo lloj mjelje. Sa kushton një mjelje e tillë? Domethënë një roboti. Was kostet so ein Roboter?
$350.000 om die twee gekostet. Këta të dy, do me thënë, diku të 350.000 euro. 350.000 euro. Por, dy robot. Por ama kanë ndikuar që sa të rritën të ardhurat e ti. Deze arbeidscellen echt. Nuk është vetëm në këndvështrimin e sa fiton të ardhurave, por edhe në të kursyerin e fuqisë punëtore. Ai s'ka nevojë për punëtor. Fare. Atëre e dashur për ta përmbledhur këtë që pam, që është një eksperiencë fantastike. Dy janë gjërat që Thomas sot i ndryshuan nga jo këtu, se këtu ishte fillimi, po të paktën atje, 2023. Nga 9.000 në 10.500 mesatare. Do me thonë, ai kaloi në 1.000 litra plus në vit. Në vit për krerë. Mesatarja, se si tha, një lot vetëm kishte 14.500 litra, çka është një rekord goxha për të respektuar. Super. Pra, dy janë gjërat për t'i përmbledhur. Ushqimi, ndryshoi ushqimin. Themi fal asistencës së vazhdueshme të Schaumanit, që është lider në teknologjitë të ushqyerit, dhe implementimi i robotëve, për cilët ai thotë se kam kursyer nga 4 punëtor, pra familja ai dhe pjesëtarë të tjerë, të cilët milin më përpara. Punonin 6 orë në ditë, sot me robotët ai ka një njeri e gjysmë, ky është kalkulimi që bën, 2 orë në ditë. Kaq është investimi që bën ai në fermë me blerjen e futjen e mieljes me robot, por edhe resurset që ai shfrytëzon, që patjetër. Pra, ai ka gati 100, që i bie është një fermë e vogël në ide. Relativisht e vogël, por me të dhënat, me mënyrën se si ka automatizuar fermën, ai ka një prodhim fantastik, mund thua. Patjetër me 10.500 litër mesatare është edhe në rang europian është patjetër në maja. Plus që ka një tuftë të shëndetshme dhe në një natyrë të mrekullueshme.